Është një surë në Kur'an që quhet Ali Imran. A mund ta përdorim emrin Imran për fëmijët ton? Po. Imrani është babai I Merjemes. Dhe historinë e kësaj familje Zoti e ka, si më thënë, përmendur në Kur'an për të mbetë një shembull I një familje të përkryer, të përsosur. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alamin. Allahu zgjodhi Ademin a.s. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan. Allahu përzgjodhi Ademin dhe Nuhun dhe familjen e Imranit dhe inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Allahu përzgjodhi nga gjithë njerëzimi Ademin dhe Nuhun dhe familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit. Pra familja e përzgjedhur nga Zoti. Idh qalet imra'atu Imrana Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, kur gruaja e Imranit zotohet te Zoti duke I thënë: O Zoti im, çfarë është në barkun tim do të jetë shërbëtor. Ta kam lënë ty si shërbëtor të tempullit. Kjo pra është. Kështu që lejohet ky emër dhe është emër I bukur.